Se është njëri shifrave. Jo, mund t'japet e mendimin e vetaj, mund t'japet. Zoti Kthubi ka patur të dy qëndrimet që keni janë të vërteta. Zoti Kthubi ka patur një reagim të ambasadës amerikane në emër të agjencisë së SBA-s kundër narkotikëve, DEA. DEA është interesuar për çdo informacion në lidhje me rritjen, prodhimin, shpërndarjen e drogave të paligjshme, krimin e organizuar dhe veprimtarinë e pastrimit të parave të lidhura me drogën. Çdo informacion do të shqyrtohet menjëherë nga agjentët dhe stafi i DEA-s, pak a shumë mendoj që njoftim punësimi. Jo vetëm aq, se tani bëhet fjalë ky grupi që u godit bëhet fjalë që është një grup që ka trafikuar nga Amerika Latine, ku normalisht është drejt për drejt objekti punës së DEA-s. Pse doli pikërisht sot dhe si ta lexojmë këtë si mesazh? Mund të jetë shumë gjëra, por ky është njoftim punësimi. Të kërkojnë të punësojmë spion me kohë plot, si na japin informacion. Nuk ka lidhje fare me këtë goditjen e këtij grupi? Po edhe mund të ketë lidhje. Është ndër më të fuqishmet sipas. Pyetjen shtrohen ndryshe. Jo, pse do pyesësh Denisin pari. Jo, unë po do shifrat t'i jap prapë. Lëri shifrat e Sefës, ai ka shifrat e Sefës. Jo. Sefën e kishim këtu javë parë. Zotri, pyete. Pse ambasada amerikane nuk ka folur ende për zgjedhjet? Mirë, dakor. Këtu pyete ti, këtu pyete. Dhe si ta lexojmë këtë, sepse s'ka folur për zgjedhjet, ndërkohë ka folur për sigur s'ka ndodhur gjë Shqipëri fare. Nuk ka ambasador, me sa duket kjo është arsyeja që s'ka folur për zgjedhjet. Për zgjedhjet do flasim. Jo, ka folur Rumani, ka folur Rubio, ka folur J.D. Vance, ka folur për situatën në Gjermani. Çegim. Nuk është se e rritet shumë. Jo, kjo është fyrje, me thënë vërtetë, si ka mundësi që na kanë pas dorë. Pas kësaj heshtje, ku gjithë qytetarët po presin një reagim, ka një goditje të një grupi kriminal dhe ka një reagim të ambasadës amerikane ku inkurajon nuk e pritur goditjen e grupit. Qytetarët ishin Terezinë e tyre. Jo, jam tek DEA. Këtu kanë filluar ta perceptojnë, ky është problemi i madh që ne kemi, kanë filluar ta perceptojnë. Pse nuk ka lidhje po thua? Jo, po duhet të them këtë me që te qytetarët. Po të lexosh mendimin e qytetarëve, ore thonë, ore tani s'kan më vlera zgjedhjet, sepse nuk po del një forcë opozitare që të bëjë të mundur rotacionin. Pra, këtu nëse nuk ndryshon situata, ka një stagnacion që s'është i mirë për vendin. Edhe kjo është interesante shumë. Pra këtu kemi një situatë që nesër t'i bëj Rama pas 2 vitesh zgjedhjet, prapë të rezultat do prodhojmë. Mund t'i themi një kështu batutë qytetarë. Patjetër, thuaj qytetarëve. Nuk votojnë partitë politike vetën, janë qytetarë. Po qytetarët pikërisht pa. Qytetarët kanë filluar të qytetarë. Edhe ata lexojnë rezultatin. Mungesën e një reagimi nga ana e ambasadës dhe si themi reagimin për një arrestim, se nuk mund themi që kjo s'ka lidhje me arrestim, le të themi me këtë goditjen që u bë tani ndaj grupit në Durrës. Që ambasada amerikane ka më shumë se 8 apo 10 muaj që është refraktare ndaj ngjarjeve që ndodhen në Shqipëri, veçanërisht ngjarjeve politike. Është kthyer një institucion jashtëzakonisht institucional, që nuk del jashtë kornizës së vet institucionale. Gjitha deklaratat që bëni ka deklarata institucionale me të cilat nuk përfshihet fare në politikën e brendshme të Shqipërisë, po zero. Me përjashtim të rasteve që kanë është përfshirë disa herë pra, kohët e shkuara, kur ishte ambasadori Joakim këtu. Pas në 8 muajt e fundit paktën, nuk ka asnjë qendrim zyrtar në raport me zhvillimet e brendshme politike në Shqipëri, zero. Vetë qendrime kanë lidhje dhe raport me drejtsinë e re ose me institucionet e drejtësisë, dhe në këtë pikë në fakt kjo deklarata është një deklaratë punësimi në vazhdën e një deklarate të përparshme punësimi që është bërë nga një ambasadë. A është DEA pas këtij, a mund të jetë edhe DEA pas këtij operacioni Rezar sipas jo informacione, por mënyrës se si e tha vetë Dumani që kemi bashkëpunuar edhe me DEA. Dumani marra diçka e tillë. Pra edhe DEA ka patur. Pra në konferencë, mos gaboj, nuk e di, po unë dëgjova sikur e tha. Që ka patur minimalisht është shkëmbim informacione. Kur bëhet fjalë për trafik të kokainave dhe të këtyre niveleve, besoj DEA është të heroinës. Të heroinë, nuk e di, po e tha një nga prokurorët e përmendi këtë element që edhe DEA se është DEA dhe DIA, se për kjo antimafis italiane e ka emrin akronimin DIA, kurse kjo e ka DEA, kështu që janë aty dy bashkë. Por kjo në një farë mënyrë është për momentin që vjen mund tingëllohet si një gjysmë lajmi, po
edhe zoti Kthupi ka drejtë që nuk është se të thotë ndonjë gjë. Nuk është se Çuna na sjell informacion. Po pse e bëri sot njoftimin është pyetja. Pas kësaj goditje. Sepse ky njoftim besoj duhet të ketë muaj në ambasadën amerikane, nuk është se doli tani. Kush informacioni për nëse ka një dosje dimore, po sigurisht është nëse jo, njoftimi pra WhatsApp-i dhe numri i telefonit, emaili besoj. Po është një inkurajim. Almer, është një inkurajim për institucionet shqiptare. Jo, nuk është nuk besoj që bëhet publikisht. Apo jo. Jo, ky është inkurajim vetëm për të dhënë informacion kur s'ke besim te shteti yt, do t'i japësh atje. Kaq që thjesht. Ky është inkurajim për DEA vepron në mënyrë vepron për interesat e shtetit amerikan, nuk vepron për interesat e shtetit shqiptar. Shumë e thjeshtë kjo. Nuk ka asnjë lexim politik kjo deklaratë e ambasadës amerikane, është ka lidhje. Nuk ka gjë limituar. Do të them një gjë, një fakt. Pse vendet ambasadat e huaja në Shqipëri e konsiderojnë parajs këtë vend? Se shqiptarët gjën më të thjeshtë që kanë, i japin informacione çojnë atje. Edhe kur se kërkojnë ata, e japin veta me dëshirë. Jemi populli më i çuditshëm në botë, do të them kjo, që i hapemi të huajt më shumë se sa i shtetit ton. Ndoshta për shkak të natyrës së shtetit gjëra kësaj natyre. Kështu që ajo ka bërë një gjë shumë bazike për interesat amerikane. Do informacion që i hyn në punë shtetit amerikan. Ambasada nuk i jep llogari Edi Ramos, nuk i jep llogari as Spakut. Nuk është mbështetje për Spakun, Denis, kjo për deklaratë jo. Besoj unë nuk e shoh shumë mbështetje për Spakun për të vërtetën. Mbështetje për Spakun me kapë veshje kështu nga anash. Po ç'është mbështetje për Spakun, po hajde na sillni ju në informacion. Shiko, po ti bashkëpunimin me Spakun, ata nuk e kanë publik. E kanë në kanalet zyrtare të tyre. Shkëmbim informacion. Fakti që del me këtë njoftim do thotë, ore zotri Almer, ke ndonjë informacion për këtë punë? Çoj atje, kaq. Pastaj ata e verifikojnë, është i besueshëm se besueshëm, është çështje e tyre. Fundit ambasadat këtë punë kanë, kështu që nuk është ndonjë. Po për ta mbyllur çështjen e Fierit Almer, se ti je një mirë. Jo, do kalojmë, lutem, me një fjali. Nuk aty fajtori kryesor zotri nuk është Berisha, është Gazmend Bardhi në këndvështrimin tim. Kjo është debat, sepse nuk po i bie gazet fare, po tani ta marrësh me sa vota dhe ta dorëzosh këtu dhe pastaj të thuash jo e ka fajin Ziqineja, jo e ka fajin Belinda Balluku, kjo është pastaj është analizë e PD-s, mbylla. Denis, do kthehemi direkt prapë te këto debate do jemi. Inserti numër 2, regjia. Në kryet bashkisë është funitori i kriminalëve të tjerë për të realizuar trenin bullgar në mënyrën më antiligjore, antikushtetuese. Pra kjo është fytyra e vërtetë e Edi Rams, fytyra e vërtetë e këtyre zgjedhjeve të cilat kur nuk do njihen. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhja është emergjente, krimi i qeverive teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Ka vetëm ne kemi me qina dhe dokumentat pafundme të shkatrimit, të shtrimit të procesit zgjedhor në farsë elektorale, pra kjo është farsa e vërtet elektorale, dhe ne duhem që shqiptarët të votojnë dhe të mos vuajnë farsën elektorale dhe pasojat e saj. Ne do qëndrojmë me të gjitha potencialet tona, fuqin tonë, që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë të një vendi dhe jo të përjetojnë farsat e turpshme elektorale që janë të njëjta me ato të Zimbabves 30 viteve më parë. Denis, zgjedhjet vjedhura dhe për këtë arsye do kemi, thot doktori, qëndrimi ynë është i qartë, qeveri teknike dhe zgjedhjet parakoshme. Ky është le të themi lajmi
qëndrimi i Partisë Demokratike është i lajm nuk prerë. ka këtu, po qëndrimi Jo, kjo është vendim, është vendim politik. Tani, Partia Demokratike aksionin e vetë opozitar do ta drejtojë tek opozita qeveria teknike dhe zgjedhjet e parakoshme. Është në drejtën e saj, sepse në fundit bën politikë dhe nëse del me zgjedhjet parakoshme, askush nuk mund t'i thotë asgjë pse këtë kërkesë. Po që të bësh zgjedhjet parakoshme duhet të kesh padyshim vullnetin e Ramës. Nëse Rama ja jep mundësinë ta bëj, kaq që thjesht është me një fjali mbyllet debati. Jo, me shifrat që ka nuk e arrin dot, po nëse Rama dy faktore bëjnë këtë gjë që thuat. E para, vetëm vullneti i mazhranës, askush tjetër. Është vullneti i SPAK-ut, pra nëse përfundimet e SPAK-ut dalin që ka krim zgjedhor, dhe e dyta është vullneti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këto dy linja mund të realizohet e gjithë devizat që ka ngritur Partia Demokratike. Ndryshe nuk realizohet dot. Pra, nëse fakton drejtësia manipulimin e zgjedhjeve dhe departamenti shprehet në të njëjtin linjë mendimi, në Shqipëria mund të kalojnë zgjedhjet parakoshme. Në rast se këto dy lloj elementësh nuk janë përcaktuar, fatkeqësisht nuk mund ta kemi këtë. Gjithsesi për te fjalisë prerë që thash, se jam i bindur se s'do ketë zgjedhje parakoshme, është thjesht një çfarë do të thotë Berisha edhe në qëndrimi i Partisë Demokratike për qeveri teknike. Po çfarë do thotë më asgjë, qeveri teknike ai e kërkoi dhe nuk e mori, do marr pas zgjedhjeve tani. E kërkoi para zgjedhjeve e la rrugës. Kupton nisjen e një aksioni opozitar për të bllokuar, asgjë s'do nisi. Beteja asgjë s'do nisi Berisha do. Dhe unë nuk e kuptoj, këtu kthehemi debatin edhe një herë, nuk e kuptoj edhe presionin mediatik, edhe presionin publik. Për mua çështja e PD-s është çështja e PD-s. Do të rri Berisha në krye sepse është një histori shumë e madhe tani. Janë 30 vite që ka njerëz që duan të bindin Partinë Demokratike që nuk është zgjidhja më e mirë Sali Berisha. Nuk është ky, le themi, momenti që shoqëria duhet ndale dhe të fokusohet. Ore dale se kemi probleme me PD-n, si ta zgjidhim. Le ta zgjidhë vetë PD-ja. S'ka asnjë gjë këtu. Tu jam dakord me Denis. PD-ja nuk duhet të mbetemi në këtë ngërç që o burra si t'ja bëjmë PD-s tani hallat e PD-s. Berisha ka të drejtë legjitime të ri aty ku është, sepse le themi antarët e Partisë Demokratike e duan kryetar të saj. Kaq. Tani ne që jemi jashtë, vrasim mendin a duhet të jetë doktori apo s'duhet të jetë doktori. Denis, për sa kohë Sali Berisha denoncon me fakte dhe argumente që zgjedhjet janë denoncimi është nuk tjetër, nuk është politik. Denoncimi shkon në SPAK, kaq. Denoncon dhe mbështeten nga SPAK-u denoncimet. Se është, nëse Sali Berisha ta fakton që janë prekur zgjedhjet, ai njeri nuk ka humbur në mënyrë legjitime, por janë vjedhur zgjedhjet. Malmer, se e nis shumë mirë fjalin, por nuk e çon aty ku duhet. Si e fakton Berisha? Ja ta nxori pra videon aty. Po tregon video. Këtë video merr analizoje, është video fabrikuar, analizuar, video përgatitur. Komision tjetër tani në PD. Po ngri komision PD po. Ora më fal, çfarë duhet bëj SPAK-u në këtë vend më shumë se të analizojë vetë të merret me çfarë prova. SPAK-u, unë besoj produktin e SPAK-ut. Ose më mirë. Mendoj që deri në tetor zgjedhjet nuk duhen certifikuar pa u vërtetuar vërtetësia këtyre fakteve dhe argumenteve. Nëse neve pastaj i certifikojmë zgjedhjet dhe ja anashkalojmë si pretendimet nga ngritur nga PD-ja, ne mund të bëjmë zgjedhjet më keq se kaq. Se herë tjetër s'bëjmë zgjedhje fare, i thotë kandidatë edhe një herë, nuk ka unë mendoj. Por duan analizuar këto edhe duhet kthyer të përgjigjë opozitës me pretendimet që ngre. Unë çfarë analizoj më zotëri? Unë kam shifrat e KQZ-s, vetëm këtë analizoj. Ka një gjë, PD-ja ka fakte ti çojnë në SPAK. Nëse SPAK-u thotë, po them që këto zgjedhje nuk duan certifikuar. Le do ketë zgjedhje pjesme. Këto zgjedhje nuk duan certifikuar. Ore mund bëhen zgjedhje pjesme, zgjedhje pjesme ai të ngulë administratën aty më. Ti bëjmë zgjedhje dhe lesh tani? Si, nuk po jetojmë. Edhe zgjedhje më të bën, edhe në lesh. Po lesh jo si bëjmë se lesh janë dregu. Jo më të bën. Të bën dhe në lesh. Do të kuptosh se çfarë e bën Dibro Denis. Duhet di çfarë ka bërë Agron Mali. Po intereson kjo fare edhe një herë. Do të merret por Denis. Ore kemi kaluar në paranojë. Mua si gazetar politike më intereson rezultati. Këto që thot Berisha, ta analizosh pa ditur se si vijnë gjërat. Këto që thot Berisha janë çështje për hetim. I çon në organ dhe organet i përgjigje. Ka vepër penale, s'ka. Sa ka ndikuar, s'ka ndikuar. Në rast se ka ndikuar, kërkohet aty ku ka ndikuar të përsëriten zgjedhjet. Çfarë ndodh me përsëritjen e zgjedhjeve? Ora, përsëritja e zgjedhjeve duhet ndodh në shkallë vendi, nëse këto prova janë vërteta. Por nëse hun prapë doja çfarë bëjmë pastaj? Po marr rastin, u përsëritën zgjedhjet, ndodhin po të njëjtat fenomene. Çfarë bëjmë? Çfarë bëjmë?
atëherë duhet të kërkosh Partisë Demokratike përgjegjësinë për këtë gjë. Që nuk di të mbrohet. Po pse se kërkojmë tani përgjegjësinë? Si, jo pra nuk A ke dëgjuar Berishën para zgjedhjeve zyrtare? Ja ta dëgjojmë Se këtë herë do të ndalojmë Ramon dhe klikën e tij për të grabitur vota. E tha hapur. Kjo fjali është thënë gjithmonë para gjitha zgjedhjeve, okay? Jo, këtë herë tha më E fort. ka thënë gjithmonë para çdo zgjedhje kjo është thënë vetë. Kush do tentojë të vjedhë dhe do t'i kpusim durat, do t'i sharrojmë këmbët, do t'i bëjmë, nuk e di sa do t'i bëjmë. Do të lejmë gjë pa i bërë. Në praktik, procesi zgjedhor rregullohet me ligj. Po pra këtë po them, s'ka tjetër rrugë. Me ligj. Ka që unë çfarë do të diskutoj tani? Në skenarin më të mundshëm hipotetik po e marrim sot. Po themi nuk u certifikuan zgjedhjet, u prishën zgjedhjet. Okej? I prishëm, do shkojmë pa zgjedhje të tjera. Duhet rregulluar ligji më së drejtë tash. Po nuk u rregulluar ligji, nuk ka për të pas njerëz zgjedhje të mira në Shqipëri. Se problemi i Shqipërisë është që çdo parti që është në pushtet do përdor gjithmonë vakumin ligjor që ta shkel ligjin. Kaq. Po mirë, dakor. Këtu është gjithë diskutimi. Kjo nuk është çështje zgjedhje parakoshme. A ka avokat, a janë vjedhur zgjedhjet? A je dakord me këtë që thotë? Do ma shpjegosh pak çfarë do thonë të vidhen zgjedhjet. Manipulohet vullneti i Që ka fituar PD-ja, por me vjedhje ka kaluar votat e PS, apo jo? Pak a shumë kjo është. Sekond, se duhet bëjmë ca marrëveshje Patjetër. kuptimore. Vjedhje do thotë ti marrësh dikujt diçka që e ka me pa drejt, ta vodha. Të ishte jote po ta marrun dhe bëj timen. Kjo është vjedhja. Po. Në rregull, që të kthehemi ke çfarë nuk kupton vjedhje. Tani si avokat të oratoria dhe elokuenca mos ta ngatroj me këtë punë tash. Unë votem të jemi çik më drejt për drejt. Vjedhja do thotë që unë kam marrë diçka që nuk ishte e imja dhe po e bëj timen. Po. Në rregull? Nëse flasim për vjedhje, jo. Në Shqipëri zgjedhjet nuk vidhen. Në Shqipëri zgjedhjet deformohen. Që do të thotë? Në Shqipëri deformimi i zgjedhjeve ka filluar paktën për këto zgjedhje që me 4 prill. Okay? Në 4 prill kur miratua ligji për amnistinë penale, ka filluar deformimi i zgjedhjeve në Shqipëri. Ky është akti i parë për deformimin e zgjedhjeve. Akti i dytë është votimi i votës diasporës në formën e kërkuar, se këtu janë ca të vërteta që duhet t'i themi, nga partitë e reja, nga këto që sot çajnë vetë. Këtë votën e diasporës në këtë formë ka kërkuar Ende Shabani, Tik Lapaj, Damian Gjiknuri, gjithë bashkë. Drafti i tyre është kaluar në parlament. Po të kthehen një ato ditë e parë korrik do shikoni që i thirrën seanca për të bënë mendime mbi draftin që kishin propozuar këta. Dhe është ai drafti miratuar. Ëh? Kjo vota diasporës që është deformim më i madh i vullnetit popullor në raport me zgjedhjet. Ato 5000 vota që nxjerr Denisi plus në tjerë nga diaspora. Janë nga diaspora. Janë më shumë se PS-ja vetë është PS-ja vetë është 6000 vota minus në fier. Po ka marrë edhe një 14000 vota nga diaspora, edhe del plus pastaj. Se vërteta është nga 26000 vota që ka fieri vota diaspore, PS-ja ka marrë diku ke 17000, 19000 kishte. 3000 ca kishte PD-ja. Atë është 14000 vota mangut në fier. Si rregull. Edhe 5000. Tani e bëre grupun e PD-s edhe më të thellë. Unë e kisha pak ti e shtove. Grupa PD-s është gjigante. Okay, mirë. Dgjoj. Ne po flisim për grupin e PD-s, jo për mund të ketë zgjedhje. Ju a thash që në fillim ta dëgjojmë avokatin Almerse. Thoni pjesë të vërtetës dhe i mbroni 2 pjesë të vërtetës. E vërteta është që ka ndodhur dhe ajo që ti thua raport me PD-n, dhe PD-ja kishte problem me organizimin, me metodologjinë e fushatës, me mesazhin e fushatës, me listën e njerëzve. Dhe kishte probleme nga një 4 vjeçar i tërë, i cili nuk diti të pastrohej dhe të rregullohej dhe të rinovojë vetë. Kjo është problemi i PD-s. Por ky problemi i PD-s nuk heq asnjë pikë apo presje në raport me atë që ka ndodhur gjatë procesit të zgjedhjeve. Që do të thotë, dhe këtu po të kthem, do ta bëj analizën në këtë formë. Në momentin zotëri i dashur që ti në listën e deputetëve vendos drejtor, ti ke shkrirë administratën me partinë. Dhe në momentin që një duzinë drejtorësh që ishin në varësi të zonës Balluku merrnin lejen e zakonshme gjatë kohës fushatës zgjedhore për të shkuar për të bërë fushat, apo bënin sikur ishin nëpër zyra për të shkuar për të bërë fushat në Vlorë apo në Fier, këtu është prapë shkrirja e partisë me shtetin. Dhe gjitha këto ndikojnë bashkarisht, nuk është se ke vetëm një fakti që të ka ndikuar në zgjedhje për të arritur atë rezultat. Ka ndikuar shumë fakte bashkë dhe produkti është ky që kemi. Ka ndikuar krimi organizuar, diaspora, mënyra e patronazhimit që po Partia Socialiste, presioni që është bërë administratës shtetërore, vënia funksione administratës shtetërore në raport me mbledhjen e votës apo detyrimin e personave për të mos votuar. Gjitha këto shkojnë bashkarisht. Nuk është se ka një element vetëm.
Prandaj them që nuk janë vjedhur zgjedhjet. Janë deformuar, po. Sa është kjo masa e deformimit? Këtu ka një pikë pyetje të madhe. Dhe kjo do të ishte përgjegjësia e PD, se PD do të thoshte do të fillonte nga vetja thoshte po zotë i dashur, ka një deformim të procesit zgjedhor, por problemi është që ky deformimi vjen për pasojë edhe dobësisë time. Sepse sistemi elektoral është ndërtuar, ai sistem që PD-ja e pranoi dhe nuk e ndryshoi, është ndërtuar për të pas dy parti të mëdha. Në moment që vetëm një nga dy partitë është e mëdha, dalin ty ato 10 mandate të tepër që merr Partia Socialiste. Sepse ne do kishte një PD të fortë. Po në rregull, këtë e kemi diskutuar patjetër. Po këtu është problemi me zgjedhjet. Dhe kur flasim për vjedhje, që të kthejmë ke pyetja jote. Nuk ka vjedhje të zgjedhjeve. Zgjedhjet është komunikim publik, po si e vlerëson këtë qëndrim? Pse sot Partia Demokratike ka dalë me këtë qëndrim? Po çfarë alternative tjetër kishte? Se ti thua, ka dalë PD sot me këtë qëndrim publik. Çfarë alternative tjetër kishte PD-ja? Alternativa tjetër do të ishte i kemi humbur zgjedhjet, zbatohet Neni Basha. Kjo është alternativa B. Alternativa A është zgjedhjet janë vjedhur, ne nuk i njohim zgjedhjet, kështu që pretendojnë që mos certifikohet rezultati. Alternativa B është zgjedhjet janë deformuar, por ne do njohim rezultatin dhe do shkojmë të zbatojmë statutin e PD-s. Më thuaj ti ka alternativë të zgjedhjet e PD? Po më thua që kjo po bëhet për të shmangur